adhurues të sportit, simpatizant të klubit të futbollit Drini i Bardh, futbollist, trajner dhe premtar sportiv, qytetar të fshatit Gjonaj dhe të Hasit, të nderuar të pranishëm. Jemi mbledhur sot në këtë tërbim për të shënuar dy ngjarje historike për futbollin dhe sportin asian. Ngjarja e parë, në nduar trokitjet tuaja shënojmë 50 vjetorin e themelimit të klubit të futbollit Drini i Bardh. Dhe natyrisht kur I përmendim 50 vjet të themelimit të klubit, gjithsesi duhet kujtuar ata të cilët e themeluan këtë klub. Dhe janë Qazim Qoçaj, Ali Totaj, Taf Brahaj, Hysen Hodaj. I respekt e veçantë për dy që janë mesin ton, Zenun Qoçaj dhe Eles Qoçaj, Sejdi Maralushaj, Hamës Osmanovaj, Jakub Hoxhaj, Osman Hodaj. Duar trokitje do të kujtohen gjithmonë në historinë e klubit dhe shpresojmë që ky klub të ketë gjatësi sa të jetë Hasi gjallë. Ndërkohë, suksesi tjetër, suksesi historik, vjen për klubin e futbollit Drini i Bardh në edicionin futbollistik 2024-2025. Nga gjithsej 18 ndeshje, 17 fitore, një barazim, asnjë humbje, 52 pikë, titulli kampion për klubin e futbollit Drini i Bardh. Një sukses I jashtëzakonshëm. Jo vetëm I kuadrimin e Ligës së dytë, por suksesi që vështirë se mund të arrijë dikush. Dhe kush mund të jetë më meritor se sa futbollistët që kanë derdhur djes në fushën e plert. Prandaj me duar trokitjet të thrasim secilin një nga një. Fillimisht kapiteni I ekipit, Besor Krasniqi. Vjen futbollisti me përvojë Ragip Thaçi. Na vjen Shpejtim Totaj, Alban Ferataj, Albion Muhadri, Albion Kryeziu, Orlan Duhlaku, Florian Iljazi, Epison Lokaj, Vigan Rejaj, portieri Ragip Salihu, Fitim Sinani, Gjaner Gzimi, Trilon Krasniqi, Real Smajlaj, Lirak Qoçaj, Këmbë Shpejti Bajram Azizi, Erman Loqi, Esat Salihu, Endre Dhokshi dhe Rahman Shrejo që nuk është tu. Dhe sigurisht tash, këta futbollist nuk do të kishin arritur suksesin pa e pasur dhe një timonier. Dhe gjithsesi në duar trokitjet tuaja përshëndesim trajnerin Robert Gjeraj. Përsëri vazhdojmë, as këta futbollist, as ky trajner nuk do të mund të arrinte suksesin pa e pasur një kryesi të fort, unike, kompakte dhe gjithmonë në shërbim të futbollistëve dhe të klubit. Prandaj tojmë një nga një. Dy nën kryetarët, Fatmir Shuni, Demir Demiraj, drejtori sportiv Bekim Narjovaj, antarin e kryesisë Hajdar Temaj, sekretarin e përgjithshëm Heralind Osmanovaj, antarin Arif Qenaj dhe legjendën Latun. E kësaj kryesie dhe këtyre futbollistëve trajnerit gjithsesi I kanë ndihmuar më së shumti njeriu I parë I klubit. E ky është kryetari Mustaf Totaj,
Të cilin e ftojmë për një fjalë rasti dhe do të ftojmë pasaj edhe drejtorin e drejtorisë për kulturën dhe sport. Përshëndetje të gjithëve, jemi shumë krenar për suksesin e klubit tonë. I uroj të gjithë hasianëve fitoren e ligës që na bë kampion në ligë të tretë, edhe i uroj shumë sukses në ligën e dytë të Kosovës. Nikosisht do përshëndes të gjithë juve të pranishmit, do përshëndes drejtorin kulturën e lidhës sport zotin Adem Morinën, do të përshëndes kryetarin e OVL që ky zotin Gjevdet Thaçi, do të përshëndes edhe zyrtarët e LRF-s, edhe do të përshëndesim edhe përparimin. Jeni të mirë se ardhën në festën tonë. Për të falendruar duhet shumë, po fillimisht do ja nismi nga të parë ata që në kushte shumë të vështira arritën ta themelojnë klubin tonë. Me ato kushtet, ato vite sakrifuan shumë për të ndërtuar një klub me ato kushte që kishin. Kështu që ju jena shumë mirë njos, shumë falenderus që edhe ne sot e mbajmë menin e tyre dhe do punojmë me një ndërgjegjje shumë të pastër për klubin tonë deri në rezultatet e tjera. Do të përshëndes edhe do të falenderoj edhe ish lojtar, ish udhëheqësit e klubit, Trinit Bardh, klubit tonë. Kështu që i falenderojmë shumë sepse nuk kanë lënë që klubi ju të shëhet. Ju jena shumë mirë njos. Falenderimet tjera do shkojnë për donatorët tonë, ata që na mbështeten me donacionet e tyre, me kontributin e tyre që klubi ynë sot është në ligë të dytë. Urime pra të gjithë asionëve, ju jena shumë mirë njës. Falenderojmë më së shumti edhe mërgatën tonë që ne kena qëndru për në disa shtete në Evropë. Ju jena shumë falenderus shumë mirë njës edhe mërgatës tonë. Shumë falenderit, urime asionëve për titullin kampion Liga 3 në Kosovë. Urime shumë falenderit për të gjithë. Tojmë atë urime në skenë. Falenderit Mustaf, presidenti klubit. Unë spari shfrytëzoj rastin me i përshëndet të gjithë ata të cilët janë prezent sot këtu dhe ata që nuk janë i nderojmë, që kanë themeluar klubin e Hasit Drini i Bardh. Po ashtu përshëndesim këtë rast shepërparimin, kryetarin e OVL SHK-s zotin Gjevdet Thaçi, kuvendarin Aziz Hodaj dhe të gjithë mërgatën dhe lojtarët të cilët janë sot pranishëm, edhe në emër tim edhe në emër të kryetarit Totaj, nga që po shënohen 3 festat veçanta gjatë muajit e maj, duke filluar nga jetëgjatësia e festivalit Hasi Jo që mbushi 50 vite, themelimi i klubit Drini i Bardh, po ashtu 50 vjet dhe gjithsesi ku ka më mirë sepse në prag të këtyre 50 vjetorëve realisht edhe klubi i futbollit nga Hasi Drini i Bardh shpallet kampion në ligën e tretë për të kaluar në ligën e dytë. Prandaj është një ndjenjë veçantë. Unë si drejtor i sportit këtë rast jam munduar që t'i gjindem pranë, ta mbështesim Drinin e Bardh, sepse Hasi si një region gjeografikisht i madh e meriton që ta ketë një klub, jo vetëm në ligën e dytë, po ndoshta tjetë edhe në ligën e parë, Super League, mirë po për të ardhur deri këtu, më të vërtet ka qenë e vështirë, sepse ju është dashur të ketë infrastrukturë sportive, e cila për 50 vite i ka munguar. Është dashur presim kohë gjatë, po fatmirësisht tani më është bërë një zgjidhje, Drini i Bardh e ka stadiumin, të cilën komuna Prizreni thuja që ka bërë atë. Unë ndihem shumë krenar, sepse më ka dhënë mundësia të jam unë pjesë e ndërtimit stadiumit, dhe normalisht e dim që ka qenë edhe mungesë sepse ndeshjet si vendas nuk ka mundur t'i zhvilloj për arsye të infrastrukturës që i ka rregulloria e Federatës Futbollit. Mirë pas i lajmi gëzueshëm është që gjatë muajit në vazhdim komuna Prizreni do t'i vazhdoj të gjitha punimet, rregullimin e zhveshtorëve dhe tribunave, dhe po shpresojmë që vitin apo sezonin 2025-2026 të gjitha ndeshjet Drini i Bardh t'i zhvilloj si vendas. Po ashtu infrastruktura tjetër përcjellëse, rruga Berse ka filluar dhe ne si institucion mbrana kësaj periudhe 3-4 vjeçare, jo vetëm në stadiumin që jemi në Gjonaj, po punohet në stadiumin tjetër, kështu që Hasi do të ketë një infrastrukturë sportive komplete anë kënd
kudo që ka nevojë. Kështu që urime Drinit Bardh, urime Hasjanëve, porojmë që edhe shpallën kampion pa ashtu në ligën e dytë të vazhdojmë në ligën e parë. Urime suksese. Falenderojmë drejtorin dhe është nderë dhe kënaqësi ta kemi një drejtor si Adem Morinën, drejtor drejtorisë për kulturën dhe sport që është i angazhuar maksimalisht dhe i përkushtuar për ta ndihmuar dhe për ta mbështetur sportin. Prandaj do të kisha dashur që me një duar torkite ta përshëndesim dhe të vazhdoj punën edhe më shumë në përpajje të sportit dhe të sportistëve. Ftojmë drejtorin sportiv të klubit të futbollit Drini Bardh, zotin Bekim Nerjovaj, për një fjalë rasti. Të dashur Hasjan, të nderuar sportdashës, të nderuar futbollistë, të nderuar kryesi, të nderuar gjithë pranishëm këtu. Faleminderit që keni dhënë të gjitha kontributet deri më tash. Një falënderim të veçantë do ta bëj për gjitha bizneset Hasjanët të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në fondet dhe donacionet që na është dhëruar për klubin. Gjithashtu, falënderim shumë i veçantë do të jetë diaspora e cila ka bërë gjallë financiarisht këtë klub. Sigurisht, të gjithë ju që keni dhënë kontribut, ju sportash të vjetër, jeni merita kryesore që ky klub sot ekziston dhe në mesin e këtij klubi jemi ne. Ndoshta sot unë do t'ishta i fundit për ta marrë fjallën, po ja që historia nuk e ka lejuar që klubi zhvillohet dikur më shumë se sa sot. Ne jemi krenar për ata që punuan të kaluarën dhe do ta vazhdojmë rrugën e tyre. Për këtë do t'jemi gjithmonë mirënjohës për ata që e kanë për klubin deri këtu. Andaj sot, këtu, do t'ju bëj thirrje gjithë sportistëve, gjithë Hasjanëve. Kontriboni për këtë klub, jepni për këtë klub, sepse jeni duke ndërtuar një mur, një shkollë për të ardhmën e fëmijëve tuaj. Andaj, do t'jemi bashkë me të gjithë juve për gjitha sukseset që do t'i arrijë ky klub. Faleminderit. Padyshim të gjithë janë gëzuar këtij triumfi, këtij suksesi, inkuadrimin e ligën e dytë, titulli kampion, të gjithë me radhë. Në gëzim të veçantë e ka edhe shoqëria kultural-artistike Malçori me kryetar Aziz Hoxhën që ka përgatitur një mirënjohje. Posa kemi përfunduar një ngjarje të rëndësishme të kulturës që realisht është motra apo vllau i klubit futbollistik Drini Bardh. Andaj, po shfrytëzoj rastin këtu, pe kesh përdori pak mikrofonin, ti falenderoj kryetarën antar të kryesisë, sidomos futbollistët që kanë ndërë tjerës, po thoj se deri edhe gjak për të ardhur deri te kjo ditë. Sigurisht që meritë të veçantë dhe falënderim të veçantë kanë ata që kanë iniciuar, ata që nisën këtë krijim, këtë themelim të dy asociacioneve që sot kanë bën emër, jo vetëm NHAS, edhe Drini Bardh, edhe shoqëria Malçori. Andaj sigurisht jemi krenarë dhe jemi shumë të lumtur. Jemi shumë të lumtur sepse po abartim gjeneratave të reja, një tradit, një punë 50 vjeçare, një punë gjysmë shekullore dhe sigurisht që këto të gjitha na bojnë krenarë. Pasi që kemi qenë në këtë vazh të këtyre manifestimeve, dje kemi përfunduar festivalin Hasi e On, ty ditë që këto dyja janë formu me një ditë të rëndësishme. Unë e kam zbuluar një sekret, edhe pse kam qenë njëri ndër antarët prezent kur janë themelu edhe Malçori edhe Drini Bardh, nuk e kam ditë rëndësinë në 8 marsit, sepse është ka qenë iniciativë apo ka qenë qëllim që nis edhe emancipimi i femrës që kanë ngecë, jo vetëm në NHAS, po thoj se në tërë Kosovë. Po, emancipim sigurisht që ka bërë edhe klubi i futbollit, sepse ne kemi pas nevojë për emancipim edhe të femrës edhe të moshës. Kështu që jemi sot këtu ku jemi, unë do ta falenderoj nga zemra prezencën e drejtorit kulturës, rinisë dhe sportit që po kujdeset edhe për klubin, edhe për shoqërinë, edhe për ngjarjet kulturore dhe sportive, dhe sigurisht që bashkarisht do t'ja dalim që t'jemi faktori i rëndësishëm në Kosovë. Ja thras kryetarin që t'ja jap një mirënjohje, një mirënjohje që njëri po pse ke shkuar urim, po edhe mirënjohje edhe urim për këtë titull të jashtëzakonshëm edhe për këtë ngjarje të jashtëzakonshme. Desha me që kërkoj falje të fosve se pak edhe emocionet, edhe
Nuk e kemi bërë me qëllim, kështu që një falenderimi të madh shkon për tifozët e klubit tonë që na kanë mbështet lojën lojë, kështu që i falenderojmë shumë dhe kërkojmë mbështetje që ta shoqërojnë në çdo ndeshje si brenda ashtu jashtë dhe desha të përshëndes edhe shokun, mikun tim, drejtorin e Liris, zotin Valon Betyqi, i kërkoj falë edhe atij pak më vonesë, faleminderit për prezencën e tij. Edhe ju përshëndes edhe një herë, edhe ju falenderoj nga zemra, urime, në titulli kampion. Faleminderit shumë, suksese e kalofshi si më mirë. Ftojmë përfaqësuesin e lidhjes rajonale të futbollit, zotërinë Bashkim Kume, fillimisht për një fjalë rasti dhe pastaj do ta bëjmë edhe ndarjen e kupës që ta bëjmë sa më madhështore edhe këtë ditë të sotme në përmbyllje. Në emër të lidhjes rajonale të futbollit prezant kryetarit Mircea Çalloku, edhe shtafit të lidhjes rajonale, edhe një herë përgëzojmë drinën e marrë për inkuadrimin në ligën e dytë, i dëshirojmë suksese. Tani do ta improvizojmë edhe një herë ato që e kishim në fushën e futbollit. Do t'i dorëzohet kupa e titullit të kampionit, kapitenit të klubit të futbollit Trinivar, Besor Krasniqit. Aftrojnë edhe futbollistët e kapitenit Besor Krasniqit të gjithë së bashku dhe tani me dua trokitje përshëndesim triumfin historik i kuadrimin e